Bujar Sefa, i njohur dhe me nofkon Xhaka, është arrestuar në Dubai pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për trafik droge drejt vendeve të Bashkimit Evropian. 39 vjeçari konsiderohej një nga personat më të kërkuar nga autoritetet shqiptare, si i dyshuar për drejtimin e një grupi të strukturuar kriminal, të përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Sefa i kishte shpëtuar më herët arrestimit gjatë një operacioni policor në fshatin Noi, ku sekuestrua 145 kg lëndë narkotike dhe municion luftarak. Ai është një emër i njohur edhe për drejtsinë italiane, ku është dënuar me 12 vite 9 muaj burg, ndërsa janë konfiskuar pasuri me vlerë rreth 346.000 euro. Arrestimi u krye në kuadër të operacionit të koduar The Wanted, fal bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe Interpol Abu Dhabi. Aktualisht, po vijojnë procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri.